Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Uroj të jeni mirë. Do bëj leximin e radhës për ju. Se radhë do i hapim një çik në ndryshe letrat të dashur peshor dhe të shohin faqen. Sot është sikur një, shikoni, kam të dashur peshor, ka ardhur koha të përballeni me diçka. Mund të jetë person, mund të jetë situatë, mund të jetë sikur nuk është duke munguar stabiliteti, është duke munguar siguria, është duke munguar besimi, është duke munguar dëshira, është duke munguar dhe gjitha rrjedhin nga kjo. Tre të shpatës është muë në zemër. Një tradhti, një pabesi, një trekëndësh, një mund të jenë shumë gjëra të dashur që ju kanë prekur apo shënjestruar drejt e në zemër. Dhe kjo është ajo përballja juaj të dashur. Kënë qenë të lidhur për njërin apo tjetrën arsye për këtë person apo për këtë situatë. Dhe ajo çfarë ka ndodhur, edhe pse keni vepruar drejt, jeni tradhtuar. Tradhtit vinë në mënyra të ndryshme, nuk do thotë patjetër në dashuri të dashur peshor, absolutisht, nuk do thotë vetëm ajo, që mund të jetë dhe ajo, absolutisht. Por ka ardhur koha për të përballur me këtë gjë. Ka ardhur koha që të filloni, është page, është faqe e re, që të filloni ka një peshk, në vend se të keni gjithë akvariumin. Të filloni me një faqe të re, që të mund të ktheni, është mbreti i monedhës, të mund të ktheni sigurinë, stabilitetin e dëshiruar. Apo ashtu siç e dëshironi, të riktheni dhe veten e juaj. Shikoni, është këtu dëshira për të prekur majat me atë person, për të arritur aty, dëshirat për në punë, por që ka qenë gjithmonë gjysmake. As ju ka lënë e as ju ka marrë. Qoftë situatë apo qoftë person. Thotë gjysma dhe gjysma. E shikon? Dhe prandaj është ka ardhur koha, kjo është ajo dëshira, është shtatë të kupës, është pak manipulative, pak është të them konfuze, është sigur s'keni ditur as ku jeni, as ku e keni, as çfarë po bëhet, as një paqartësi të madhe. Por ajo çfarë është më e bukur, sado që ka ndodhur kjo, duhet të përballeni, ky është angeli këtu që po i bie Boris të zgjoheni nga gjumi, që t'ju zgjoj dhe t'ju shkund pakës t'ju thot, këtu është një fillim i ri. Këtu duhet vepruar, këtu duhet ndërmarrë diçka për ta kthyer atë siguri, atë stabilitet, për ta kthyer atje që doni, për ta larguar nëse është person apo dhe situata, sado e dhimbshme të jetë, sado që ju ka shkaktuar ato çfarë ka shkaktuar të dashur peshor, duhet përballur një herë për gjithmonë që ta largojmë dhe që mos ta mbajnë që të jemi as këtej dhe as andej. As të marrë e as të lënë. Dhe ju do dhe fare s'ju do. Në atë kuptim, nëse është person, por mund të jetë edhe situatë që as e keni dhe as dhe as që se keni, se i ngatrova dhe unë, por që sido që të jetë, këtu ka ardhur koha absolutisht të riktheni, ti merrni gjërat në dorën e juaj dhe të veproni ashtu siç dini më së miri. Do thotë të largoheni nga kjo situatë që do ta gjeni. Nuk dua të besoj kur më thot dikush nuk kam mundësi tjetër. Ka. Besoni në këtë çfarë them. E kam dhe nga përvoja me veten time, por që mundësit janë gjithmonë aty, por ne duhet t'i shikojmë. Ne duhet t'i gjejmë.
askush nuk zbret, si shpresim, ne themi, Zoti parë, ne pas, ai na hap rrugën, ne ecim ashtu, jo. Janë veprimet tona të dashur peshor. Me këtë që shikoj, nuk është që ka ndodhur dje, nuk është që ka qenë një kohë e shkurtër, ka qenë një kohë, kogja. Tani, sa e merrni kogja varet nga vetë personi, por që nuk është që është i shkurtër, dhe kjo tradhti, kjo pabesi, ky trekëndësh, ky çfarëdo që të jetë të dashur peshor, ka ndodhur dhe më përpara kur ju se keni ditur. Prandaj tani e keni kuptuar, nëse është një tradhti e tillë, mund të jetë në situatët të papriturat që kanë ndodhur në jetën e juaj. Çfarëdo lloj gjëje të ktheni apo të mbyllni derën asaj situate apo atij personi, është në dorën e juaj. Pra, përballja është aty. Do e bëni? Është varet nga ju.